Braktisja në kryq. Edhe janë 5 vargjet e para, dua t'i lexojmë bashk. Edhe një herë, pavarësisht se i lexoj Fabi. E vargjet janë të tilla, vargu 1 dhe 2. Perëndia im, përse më ke braktisur? Përse më rri kaq larg dhe nuk vjen të më çlirosh duke dëgjuar fjalët e ofshamës sime? O Perëndia im, unë bërtas ditën, por ti nuk përgjigjesh, edhe natën unë nuk rri në heshtje. Vargjet 3 deri 5, megjithatë, ti je i shejt që banon në lëvdimet e Izraelit. Etëritan kam patur besim tek ti. Kam pasur besim tek ti dhe ti ke çliruar. Të klithën ty dhe u çliruan. Patën besim tek ti dhe nuk u zhgënjyen. Si të duk vargjet e parë? Nëse ti nuk ke lexuar asnjë psalm, edhe ke lexuar vetëm dhjatën e re, me këtë ngjan ai vargu aty. A nuk duket sikur ngjan me fjalët e Mateut? Edhe shiko, Jezusi bëri disa deklarata të forta në jetën e tij. Në fakt tamam Jezusi bëri si 7 deklarata të forta në kryqëzimin e tij. Edhe gjithë të deklaratat kishin lidhje me të tjerët. Jezusi foli diçka për ata. Vetëm te kjo e katërta, kur ai tha Perëndia im, pse më ke braktisur, vetëm kjo kishte lidhje me Jezusin. Të gjithë tjerat kishin lidhje me të tjerët. Për shembull, edhe kur vunte pra kishte mendin të tjerë. Te Luka 33, ndërsa Jezusi po shkonte rrugës, përmbante kryqin, rrugës për Golgota, pa disa gra që po qanin. Edhe e di çfarë i tha grave? O gra, mos qani për mua, por qani për fëmijët tuaj dhe për veten tuaj. Nuk e kishte mendin të vetja e tij dhe ai që po kalonte ai. Sa po e kryqëzuan, edhe pastaj e çuan kryqin lart edhe e ngulën kryqin mes gjitha asaj gjëje, ç'a tha Krishti? I shaut gjitha dhe që kishe para. Ndoshta kështu do kishin bërë. Por ajo që tha Krishti, kush e di? Atë fali. Sepse nuk din ç'a bëjnë. Në mes të dhimbjes e kishe mendjen tek të tjerët. Pastaj një nga të kryqëzuarit i kërkon edhe beson në momentet e fundit të tij. Edhe ç'a i thot Jezusi? Po i ke blerat se kam alltë mia. Kush e di ç'a i tha Jezusi? Që sot ti do jesh me mua në parajs. Që në këtë moment, pastaj kur shikon nënën e tij te këmbët e kryqit me gjonin, edhe i thot, o grua, ja biri yt, o bir, ja nëna jota. Me fjalë të tjera po i thon te gjonit, kujdesu për këtë grua, si t'ishte nëna jote. Edhe të gjitha ato që thash më lart, ai e kishte mendjen gjithkohon tek tjerët. E ndërkohë që po vuante. Por nga fundi i këtij momenti kryqëzimit, Jezusi thërret në gjuhën aramaike. Edhe thërriti kështu. Eli, Eli, lama sabaktani. Perëndia im, përse më ke braktisur? Është e veçantë sepse është hera e parë që Jezusi lutet Perëndia im. E mamen si lutet Jezusi më para? O ati im, ati ynë. Është hera e parë dhe vetme që ai drejtohet me emrin Perëndi. Dhe duket që në atë moment marrëdhënia e ngushtë e tij me Adin është thyer për një moment. Është thyer dhe ai lutet Perëndia im, përse më ke braktisur? E di pse? Sepse në atë moment mbi Krishtin ran gjithë mëkatet e botës. Edhe kjo është ajo që bën mëkati. Ai e ndjeu peshën e mëkatit, edhe mëkatit të ndan nga Perëndia. Prandaj vargu 1 thot, pse më rri kaq larg dhe nuk vjen të më çlirosh duke dëgjuar fjalët e ofshamës sime. Çfarë do thot ofsham? Ofsham është rënkim, është ndjenjë e tmerrshme e të qenit i ndar nga Perëndia. Edhe i vetmi moment ishte ky për Krishtin, ky momenti, sepse në atë moment mbi të ran gjithë mëkatet, gjithë zhuli i botës, gjithë fajet, gjithë smundjet, çdo gjë e ligë. Edhe duket një çike çuditshme, sepse Jezusi tha gjithkohës, unë dhe ati jemi një. Madje, natën e fundit Jezusi u tha dishepujve, ju do të shpërndaheni ku do t'ju arrestojnë, por unë nuk jam vetëm,
Ati është me mua. Kështu tha gjithkohës. Edhe ishte vetëm një moment i vogël. Por jo në këtë moment, sepse pesha e mëkatit ishte mbi Krishtin. I pa mëkati, po pagonte për mëkatarët, edhe po vuante pasojat tona. Por pastaj, a i vazhdon, vargu 3, megjithatë, qa tha? Ti e i shejt. Edhe ti lutje në Gjetsemani, kur e lutet, o hatë nëse është e mundur, largoje këtë kup, por pasaj thot, megjithatë u bë vullneti jot. Edhe ai e ndjen braktisjen, edhe prapë thot, megjithatë ti je i shejt, ti je i pastër, ti je i përsosur, ti je i patëmet. Nuk ka asgjë të keqe te Perëndia dhe kjo është arsyeja pse na duhet kryqi, sepse Perëndia është i shejtë. Dhe për shkak se Perëndia është i shejtë, askush prej nesh nuk mund të afrohet shejtërisë Perëndisë. Nuk mundesh, edhe nuk mendoj që ka fjalë për ta përshkruar Perëndinë e shejtë edhe shejtërinë e tij. Sepse është aq e madh, është aq e pastër, është aq e shejtë sa që nuk toleron asgjë të keqe të afrohet, digjet nga prania e tij. Edhe është ama kjo që bëri Krishti, bëri që ne të pajtohemi me Perëndin, sepse nuk ka asgjë tjetër përveç pagesës së gjakut të Krishtit. Asgjë që mund të bëjmë ne nuk mund të afrohet shejtërisë Perëndisë. Është sikur ta krahasosh, njëra e krahasoi kështu dhe tha, shiko, të përpiqemi ne të afrohemi shejtërisë Perëndisë me gjërat që po bëjmë, është sikur të shkosh për të impresionuar NASA-n me një avion letre. NASA që çon të raketat, thu shiko sa të bukur kanë bërë këtë. Ose është sikur të bësh ti mburresh Picassos me i vizatim që ke bëm ato lapsat e dhjamit, ato crayons. Sa të bukur kanë bërë, ta jam kalu dhe ty. Ose është sikur ti mburresh Einsteinit që ti di formulën H2O. Është kaq kështu është edhe për ne. Çado që mund përpiqemi ne, sa do e madhe, nuk mund të afrohemi dot shejtërisë së Perëndisë. Ose ja ta ilustroj kështu. Këtë bëri Krishti për ne. Zuri vendin ton që ne, është si ta ilustroja. Me që kemi Arbionën këtu, Arbionën dhe Sian, a do t'i jep të Arbiona, drejtuesi i adhurimit, mikrofonin çdo personi që të vinte të dilte në skenë dhe të këndonte? Si thoni jo? Qasat janë jo. Sepse Shmica stonon, ose jo stonon. Shmica nuk është i intonuar siç duhet për të kënduar. Shiko, atëherë Arbiona ose Marko, Arbiona për gocat ose Marko për çunat, nëse do t'ja jepni mikrofonin dikujt, do siguroheshin që është i fikur, edhe do këndonin për të mbështetur atë person. Ky person vetëm do rritej mikrofon, mas tyre do këndonte ai që ditë këndoj. Edhe shiko, këtë bëri Krishti për ne. Këtë bëri Krishti për ne. Edhe është për të na pajtuar me Perëndin, sepse nuk ja ndalim dot me forcat tona, pavarësisht nëse sa do mund forcohemi. Siç shiko, 2 Korintasve thot kështu, 5:21. Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne. Atë Jezusin që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. Që i bie, ti dhe unë, ne jemi drejtësuar nga Perëndia. Nuk është e fituar, është dhuratë falas, edhe ndodh për shkak të asaj që bëri Krishti në kryq. Vujti aq shumë, duroi aq shumë për ne. Tashti nga ana praktike, ndërkohë që e mbyll pikën e parë, do doja që secila nga pikat të ndalonim një pauzë një moment. Nga ana praktike, përderisa Krishti thriti edhe bërtiti në kryq, kjo na mëson dhe ne edhe na nxit edhe ne çfarë? Që ti thrasim lutjet tona, ore ti bërtasim lutjet tona me sa fuqi kemi, kur ndjem padrejtësi, apo kur ndjem ngarkesë. Edhe sfida do ishte kjo, nxitja do ishte kjo. Nëse do ishe vetëm në fshat. Po më në fshat, po aty janë 2 njerëz. Nëse do ishe vetëm pyll. Edhe ishe vetëm. Edhe mund të bërtisje sa fuqi kishe, me sa të nxjerrë mushkrit. Çfarë do të thoje? Çfarë do të thoje Perëndis? Çfarë është ajo që të një pyetje që nuk ka marrë përgjigje, një sfidë që ti po has? Çfarë është ajo?
A do ta bëjmë në këtë moment, po jo më të bërtitur. A do rrim pak në heshtje, disa sekonda, edhe a do t'ja thuash atë gjën që të rëndon Perëndis. Përderisa Krishti e tha, ne mund ta themi. Thuaj Perëndis tani atë që të rëndon ty shumë.